Të nderuar bashkëdhëtar, të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar miq dhe dashamirë të shqiptarëve. Më lejoni që të hapi tubimin e sotëm protestues me shenjë përkujtimi të ngjarjeve të vitit 81-68, të cilat e ngritën popullin shqiptar për pavarësi dhe demokraci. Bashkëdhëtar të nderuar, zonja dhe zotrinj, miq të nderuar, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë ju përshëndes në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të kryesisë së saj dhe të presidentit Rugova. Ju përshëndes të gjithë që na mblodhi këtë zëri e halli Kosovës, së robruar. Le të më lejohet që emrin Kosovë ta përdor si simbol të gjitha trojave tona etnike, të shkelura dhe si emrin që na bashkon këtu dhe që të na bashkojë të gjithëve vazhdimisht e kudo, derisa të arrijmë pavarësinë e saj edhe mes synimeve tona politike e kombëtare drejt kapërcimit të gjithë kufive që na ndajnë. Skënder. 550 vjet e moshme, porosia e beslidhjes së Lezhës dhe Gjergj Kastriotit, amaneti për unitet. Në këto qaste të rënda e të rëndësishme të kombit e të historisë sonë, arrim këtu para nesh e përtrirë dhe domosdoshme si në kohën e Kastriotit. Kam emocione se jam shumë i sigurt të flas para njerëzve të cilët e ndjejnë përgjegjësinë e momentit dhe peshën e detyrës e të borxhit që kemi sicili karshia dheut, përballë detyrës aq të shenjtë të pavarësimit dhe të demokratizimit të jetës në të. Pra ky është caku që na bashkon dhe që duhet të na bashkojë të gjithëve. E di që kemi dalë këtu jo për paratë, por me sinqeritet e madh, me Kosovën në zemër, jo që ta bartën në Beograd apo në Atinë, se as atje ku na ledhatojnë, a ku na paguajnë më shumë, po me Kosovën në zemër që ta ketë ngrohtë kur bën acar, e ta mbajnë për krahu kur po djeg Saçi e po dërmon Kërbaçi policisë dhe ushtrisë serbe. Përvoja jonë historike dhe aktuale me Serbinë është e tmerrshme. Përballë një kundërshtari të gjykuar nga mbar bashkësia ndërkombëtare për egërsitë e manifestuar në agresionin që bërin Kosovë, në Kroaci, në Bosnë, e në Sanxhak, e gjetë ju do të ishte komoditet e luksit të pruar të gjërmojmë e të forcojmë dallime kundërshtime ndërmjet veti, qoftë ideologjike, partijake të tjera. Çështje son kaq të madhe me pengesë kaq kokfort siç është Serbia, i duhemi të gjithë pa përjashtim. Le të jemi ashtu si na do atë dheu. Le të jetë edhe kjo një lidhje e madhe si në kohën e Skënderbeut. Një lidhje ndërtuar mbi frymën e patriotizmit e të rezistencës së pandërprerë që nuk u shua as në vllazërim bashkimin mashtrues e robrues të Beogradit. Jemi në sprovë para historisë. Jemi në peshore para atyre që kundërshtuan bashkimin me dhunë me Serbinë. Para atyre që u derdhën burgjeve që ta ndajnë, mbajnë zgjuar ndjenjën e pavarësisë dhe ndërgjegjen e kombit. Na shikon 68 i Kosovës dhe 81 heroik që ja tronditi themelet së parajsës së rrejshme të perandorisë komuniste jugoslave. Pa pyetur sa është angazhimi e sakrifica jonë, sakrificës së Shaban Pollushës, Gjon Sereçit, Jusuf Gërvadës, Nuhi Berishës, apo minatorëve tanë, greva të cilëve pa tronditur dheun, ata së paku janë model orientues për ne. Edhe këtu të gjithë ata sot janë me ne. Jemi mbledhur këtu jo në mitingje të nacionalizmit e të kërcënimeve me konflikte, po që t'ja përcjellmi botës kërkesën dhe mesazhin ton, të zgjedhjes së çështjes së Kosovës pa dhunë dhe me mjete demokratike. Dhe këto nuk janë sinjale të zbehta e të partikuar, po vullnet e vendimi kosovarëve të shprehur më di korrekt 1990, më 7 shtator 1990, me referendumin për Kosovën e pavarur, po edhe me zgjedhjes shumëpartiake të majit 1992, për presidentin dhe parlamentin tonë. Kjo është rruga e trasuar dhe udhëhequr me urtim nga presidenti ynë, doktor Rugova. Është rrugë e përkrahur dhe ndjekur pothuajse nga të gjithë shqiptarët. Për opcionin tonë paqësor kemi përkrahjen dhe mirëkuptimin e pjesës dërmuese të bashkisë ndërkombëtare, në saje të angazhimit të diplomacisë kosovare, po edhe të asaj të Tiranës e sidomos të presidentit Berisha. Megjithatë,
mbetet shumë për të bërë në këtë aspekt. Prandaj, apeli ju drejtuar miqve tanë këtu dhe vendeve të botës është të na ndihmojnë, të evitohet konflikti përgjakshëm që po kanoset, të ndërpritet dhuna, represioni e terrori, të ndërpritet terrori sistematik shtetëror serb, duke e vënë Kosovën në protektorat ndërkombëtar dhe Kosovën ta njohë një shtet të pavarur, kurse ne do të jemi komguls derisa të realizojmë vullnetin ton politik, derisa të realizojmë pavarësinë e Kosovës, duke hapur rrugë sisoj për integrime të reja kombëtare. Si kombi qytetruar, duam t'i japim shans punës e dijes e jo hanxharit e luftës, djersa dhe puna jone e zellshme në vendet ku jemi në botë e dëshmon këtë. Zonja dhe zotëri, gjatë historisë shumë shpesh na ka dëmtuar dëshira që të jemi të gjithë kapitan, e askush ushtar. Koha e kërkon të heqim këtë bes të keq. Le të jemi të gjithë, jo komandant, po ushtar të devotshëm të çështjes sonë të shtetë. Le të ecim për krah presidentit Rugova drejt pavarësisë së Republikës Kosovës. Roft populli i Kosovës, roft pavarësia shtetit Kosovës.